Gjatë dëshmisë së tij, u ka theksoj se viktima është qelluar nga një distancë shumë e afërt dhe se predha e armës kishte shkaktuar plagë fatale në kokë. Gjatë procedurës së mjekësisë mjekoligjore është konstatuar vrima hyrëse në rajonin e djathtë muror të kokës, e shkaktuar nga veprimi dinamik i predhës së hedhur nga arma e zjarrit, e cila kishte drejtimin nga djathtas majtas, nga përpara pjertas dhe pas, dhe nga poshtë pjertas lart. Ai shtoi se një pjesë metalike e predhës është gjetur në anën e majtë murore të kokës dhe është dorëzuar si provë materiale. Është e rëndësishme të cekët se pjesë metalike e kësaj predhe është gjetur në anën e majtë murore të kokës, e cila është dorëzuar si provë sipas zinxhirit të ruajtjes së provave të policisë hetuese. Sipas mjekut ligjor, shkaku i vdekjes ka qenë gjakderdhja e brendshme dhe jashtme trupërore, si pasojë e plagës nga arma e zjarrit. Në lidhje me distancën e qitjes, u ka tha se ishte shumë e afërt, duke paraqitur prova të djegjes së lëkurës dhe pranisë së barutit. Gjatë ekzaminimit të plagës hyrëse, kemi konstatuar rreth vrimës hyrëse praninë e faktorëve plotësues të qitjes, të cilët kanë shkaktuar djegjen e lëkurës dhe praninë e grimcave të barutit. Në bazë të këtyre provave mjekoligjore është konstatuar se distanca e qitjes sillet rreth 2 deri në 5 cm.